Dje zyrtarët policor nga zyra jashtme për punë kriminalistike në Gosivar kanë privuar nga liria një 29 vjeçar nga fshati Zdunj e Gosivarit. Sipas denoncimit të bërë më datë 24 prill nga një banor 42 vjeçar i Gosivarit, para disa muajsh në zonën e Gosivarit, një person i panjohur me automjet Volkswagen Jeep ngjyrë e zezë ka ndaluar vajzën e tij të mitur dhe me përdorimin e forcës fizike ka kryer përdhunim mbi të, duke e kërcënuar atë dhe familjen e saj. Gjithashtu më datë 22 prill, në rrjetet sociale janë publikuar fotografi dhe video eksplicite të vajzës së denoncuesit. Pas masave të ndërmarra, personi është gjetur dhe është kryer bastisje në shtëpinë e tij, si dhe në një shtëpi tjetër në fshatin Raven, ku ai qëndronte. Me që rast janë sekuestruar një laptop, telefon celular, USB dhe sende të tjera. Personi po mbahet në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Dje nga ora 8 deri në orën 12:30, inspektorët e sektorit për krim ekonomik në Tetov kanë kryer kontroll në një qendër tregtare në Tetov, lidhur me veprën penale nga neni 285 i kodit penal, shitje e palejuar e mallrave të brenduara. Gjatë kontrollit në 2 butiqe janë sekuestruar rreth 70 copë rroba të brenduara, jeans dhe bluza, për të cilat dyshohet se janë falsifikime të markave të njohura. Pas dokumentimit të rastit, do të përgatiten parashtresa përkatëse. Dje në orën 12:12 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar zjarr në një objekt hotelerik në fshatin Sellarce e Epërme. Zjarri është lokalizuar në orën 12:45 nga njësia territoriale kundër zjarrit Tetov. Nuk ka persona të lënduar. Inspektimi është kryer nga ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov. Dje në orën 16, një person nga fshati Kamjan ka denoncuar se gjatë periudhës nga viti 2023 deri në ditën e denoncimit, ndërsa qëndronte në Gjermani, në garazhin e tij është kryer vjedhje e rëndë. Një autor i panjohur ka hapur derën me forcë dhe ka vjedhur një automjet Mercedes me targa të Tetovës dhe 4 disqe alumini. Dje në orën 18:15 në rrugën Vllazrit Miladinov në Tetov, policia ka arrestuar një 31 vjeçar nga fshati Xhepqisht. Ai është kapur nga pronari dhe punonjësit e një punishteje automekanike, duke kontrolluar brenda një automjeti Opel Astra në punishten e tij. Dje në orën 20:40 një 18 vjeçar nga fshati Kopaqindol ka denoncuar se rreth orës 19 para një qendre tregtare në rrugën Iliria në Tetov, ai dhe shoku i tij i mitur pas një debati verbal janë sulmuar fizikisht nga një person nga fshati Ozurmisht dhe disa persona të tjerë të panjohur. Dje në orën 20:45 në lagjen Tullana në Gosivar, policia ka arrestuar një 51 vjeçar. Ai dyshohet se rreth orës 17:15 ka sulmuar fizikisht një fëmijë të mitur që po ngiste biçikletën dhe më vonë rreth orës 19:30 ka sulmuar me një mjet druri edhe nënën e fëmijës 41 vjeçe, e cila kishte ardhur për të mbrojtur djalin e saj. Dje në orën 21:45 në rrugën Savotaseski në Tetov janë arrestuar 2 persona nga Tetova, pasi gjatë kontrollit tek njëri prej tyre është gjetur marihuan. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje në orën 22:45 në pikën e pagesës rrugore në Zhelin është arrestuar një 30 vjeçar nga Shkupi. Gjatë kontrollit të automjetit të tij Opel u konstatua se ai po drejtonte mjetin në masën aktive ndalimi drejtimit të mjetit motorik. Automjeti është sekuestruar dhe ndaj tij do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje në orën 23:11 në rrugën Magjistrale Gosivar Kërçov, policia ka arrestuar një 39 vjeçar nga fshati Bellovisht, ndërsa drejtonte një kamion Volkswagen. Ai është sjellë në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policor dhe ka refuzuar të legjitimitohet.